Po Sara, tu. Ti, sa unë kam që hiqë. Okej, jeve. Pa tu një që këtu? Po tu. Shtype këtë, se do hapet prap në poshtë, gjuj prap në poshtë. Bam, bam. Jemi. Jo këtu mrena kjo gjoja. Mirë, herë tjetër. Nuk bëhet mrena kjo gjoja, ku ku hajnë. Merë një qese, bëhet jashtë. Se hajnë bakteret. Bin ke mishi. Nuk bëhet të mërë. Okej. Atëherë buka e fort, po të laget me ujë, dhe të futet në furrë bëhet si e sa po dalë nga furra, që ta dini. Ose po të mbahet, unë di që disa njerëz e mbajnë edhe në ngrirje bukën. Ose edhe ngrirje, po nga që ngrirje janë plot, Po. kjo s'ka rëndësi. Nuk është shumë higjienike të rikë shumë në ajër me qime, me gjë. Të do në futur në qese. Unë me sa kam parë javë për javë, neve të shumë bukë nga qa konsumoj. Sicilianët, po flasin për këtë pas e më thuaj, Sicilianët bukën e vjetër tull, e lagin me ujë, edhe fusin furrë dhe bëhet si e re. Sa po ka dalë, ta provoni sot. Okej, provojmë me Po dhe që të rinë këshu. Po, thuaj që edhe të marrin pak më pak sasi, ndoshta. Po buka mirë është tjetë. Ti që duhet të ruajtur. Po mungoj kjo, pasaj të fillojmë bëjmë petla. Edhe është pun dy fishë, se petla do lashena. Mos ka miell këshu? Misri. Unë atë që thasha të diti ishte... Të bëni një pispili. Ishte aji universali. Ja, po është miell misri. Ku? Jo? Jo, s'është miell misri. Misri. Ku misri? Bëj një pispili. Thoni, e doni? E keni qenë pispilin? Po s'kemi gjëra, qa? Kemi vetëm spinaq. E di, në jug neve bëjmë dhe me lakra tegra, nuk e di nëse i konsumoni lakra tegra. E mendua me I ha lakra tegra. Se unë kam parë dhe do dalë unë të mbledh tani, do dalë unë të mbledh lakra tegra. Unë me ty. Hajde vemi. Okej. Se unë kam vdes për to. Dakor, unë njoh dhe qikore që se ka. Po, qumështoret, këto gjëra. Këto gjëra. Okej, iku, kryp. Që kisha me thonë gjonë, Niko? Unë për të mbaroj këto, ke punë aty që do dalim tani? Po, mbarova unë. Okej. Pi një cigarë dhe ike. E pi dhe Shkoni pas dita. Dëgjo, do më kesh kujdes mishin. Që mos Do ta... pas tre kuzhinë, do kem kujdes mishin. Jo, kujdes në kuptimin mos më vinë fusin durët. Se ideja është ujnë e parë unë do t'ja derth. Po, se mban erë. Se mban erë. Dhe pasaj do t'a vej të zje i mirë. Do ta zjesh, nuk do ta pjekësh. Po do t'a bëjmë gjellë pra. Falë se e humba. Po të zinja 2 orë që të shkrifet mirë fare. Kjo kusia s'ka kapak, a? Ka kapak. Po të ketë kapak e zjedhëm dhe më shpejt. Qa kisha i gjotë tjetër, po arrova. Sada dhe furës, i bëjmë dhe bau. Vaju liri, rigon krip, unë i masazhoj, se aty e ka atë, dhe shtrohen mirë dhe futën. Ato, duhet që programi në një vënd që ka një lloj potence, se unë e kisha lëna dhe di që i bëra këtë sipër, lartë poshtë, edhe dhe po një pishte për dhe. Njëra është se i kam përdorë. Do se kanë hedhë me... Ja, provova, si shtë. Se e zhidin dërëshin. Po mirë, sa shumë s'kam qatë them, kaq mundem, deri këtu mundem të bëj për ty. Ti se do këtë zgjidhje, se do. Edhe? Përnuj. Edhe pasaj i kishte ardhe bia erës tjetër dhe nuk u soll mirë, më ftoi dhe nuk u soll fare mirë, sepse do me thëmë, si thonë, tregoj që unë kam vajzën, ajo është gjithçka për mua e kështu dhe unë se kuptova se unë si bëra gjë.
Po që unë një personi, do me thonë, ja dhash të mundësi dhe nuk e mori, dhe aty kuptova që s'më do, se unë me një person që e dua, ma bënd të këtë propozim dhe isha me lumë të rambon. E dua, po nuk mundet ai seksualisht, për shumë. Zejse i ke një problem, kupton? Larkë qoftë, që mos ta paqim kur. Po, ka që ishte. Po kurse ke tani, pse do të bësh këto sakrifica, ka ishte më dhajt jetosh pa... Po, s'është sakrifica jo, se unë do isha në një, ishe komoditeti madh, ishe perspektiv, ishe zhvillim. Pak të shkëmbim energjie. Njeriu zhvillohet sakrificë, po ore qa bëjnë murgjit? I bin hasha seksualitetit, shkojnë vetëm për të zhvilluar vetën, kupton? Se s'kan fare atë beson? Fare? Unë besoj një pjesë nuk meren me këtë punë hiq. Jezu Krishti së mërë në i herë. Kështu që vjen një moment që edhe lodhesh nga budallalliku i jetësor që i është krijuar, edhe i thua tjetrit po, unë do jetoj me ty, se në fundit si ishte edhe në i djaliri, ishte rreth 70-ave. Po jetuat jo? Jetuat? Si mësi? Jetuat apo jo? Që t'jetuar, do me thënë si miq, kaq kur takoheshim, kaq, po s'mundesha. Kur s'mundesh o vlla, s'ke qa bën. Edhe doli pastaj. Çfarë moshe kishe? Po ishe 17-20 vjetë me i masë se unë, po nuk ishte puna jo. Unë i thash që ndjej një erë nga ty, që më ka dhënë rruf. A i më tha ti si e normale. Pastaj del që kishte një lloj kanceri në mushkëri, që kishe vaj gjerë në tru. E operoju, stabilizua, po do me thonë unë s'kisha pas gabim, që a i kishte diçka. Po si njëri ishte njëri u mirë. Po nuk më deshte, se po të më deshte, vetëm të më kishte, do thoshte po. Kështu që njerëzit, këtë provësh për t'ja bërë çdo njeriu, në fakt me cilin do vendos jetosh. Se vetëm ai që thot po, unë të du dhe për pas seksualitet, ai të do. Ai të do, ose ajo të do. Unë se dy doria do të me një... Po ta deshe? Ta deshe dhe të ria pa, jo stridot. Ua. Po qështë të një? Po mirë, ajtë. Ja shumë, unë këtë mundësi ja dash me gjithë shpirtë, do kisha qenë aty, për atë. Zesh, ajtë në gjatë tjetër. Po kështu e godet atë, egon e maskullore. Po pse po vetën time se godase? Si do ri unë? Edhe më re shumë isha se sa i, si do rria unë? E mora vendimin që do ri. Ai se mori. Kurse ka përsen, se ka përsen do. Pse duhet jenë gjitha gjërat perfekt? Nuk mos janë perfekt. Ja larkë qofti ndodh ati një aksident ose një tjetëri. Si rri njerëzit pastaj? Se ka dashuri. Nga dashuria, pra po. Këto desh ati apës. Nuk e kuptoj. Se ti mendon se njeriu mund të rri dhe pa mund të rinë seksualitet. Njeriu që e ka lirinë e plotë në shpirt nuk çan kokë për seksualitet. Më fal që po ta them. Nuk është fiziologjike tani. Është edhe s'është, është dhe sociale. Se Freudi zbuloi që kafshët një herë në vit kanë atë periudhën e ndërzimit, kurse njeriu e ka bërë periodike çdo kohë sepse ka stres shumë të madh. Edhe ajo i heq frustrimin. Freudi kështu ka thënë, po unë nuk e di se tashi t'japësh definicione përfundimtare mbi trupin, nuk është aq kollaj, se si është një trup, s'është një tjetër. Si është një sistem hormonal, s'është një tjetër. Po që ka plot njerëz që nga një larg qoftë, nga një fatkeqësi e kështu jetojnë pa seksualitet dhe janë të lumtur, se çajnë kokën hiç. Nuk është gjithçka, beso. Po që kujtova unë për këtë histori, se si ishte out. Se që më pyet e ti, nuk e di. Kujtova unë që thashë, gjela vetëm. Dhe më të shku ati ku ishe. Shko rri me gruan si shok. Pore, kalamar kek për natë ke sytë, kalamar një ta. Se si rrim bota këshu rrim. Po gjetën e gjëtë hajret më vonë, i thuj më falë. Unë gjithë të kohë që i kisha,
që do ta mbaje për vetëm të edhe shoqëritë ty, Rita, nga ana neurotike ziheni, se ajo shkatron. Qofse jeni të qetë, s'është problem fare. Vetëm sherrët nuk durohen. Mika, hajde këtu. Mika. Hajde. Po për vizita shkoni ke njëri tjetri? Ja. Ua, sa gabim. Gabim është mendoj unë. Ua, Njerëz se do të gabim. kalojnë në këto lloj ekstreme. Njëri që ka ndarë gjatë ato vite. Tash në qofse ajo ka fillu jetë me ndonjë tjetër, atëherë është e vështirë. Në qofse ajo është pa gjë, është kollaj fare. Po fillon vapa. Dielli djeg shumë. E se çojun aty. Do i çosh ti? Po. Po do shkoj te vetë se i kam pak si me mjalt duart. Ja thonë do ambaroj këtë që janë shumë mirë. Edhe kam hall ta ruaj atë boronicën se më ma marrin. Se pak ka ngelur. Po, merë. Si kishe bë atë pulën e barbekjus. Pulën, e? Barbekjus se kishte qa. Ajo del shumë e mirë në atë mënyrë. Kishte t'i bëjmë prap në gjë. Një mikoshat që kemi pasur, ku janë? Ja, shisa të hapura e ke, zemër. S'pas ka do. Janë klara teorikisht. Kishte asgjë, se vetëm po të shklar ishte. Po, do dalim. Pa shkua po. Po, dalim mirë, po e vujtëm, po thejme, se s'kena vëtëron... Se kena me... Po ta shofi mirë, shof qa ka. Të qikore në njof edhe lëpit. E morë vetë? Morë vetë? Jam i lumtur për ty. Po gjithë e kanë një moment të këtak pas e ka. Në çdo gjë është një ups and down. Është pak a shumë me që të ti. Po. Duhet të... Në marrë gjë pak më... Thjesht me zjedh rrugën. Buongiorno. Dashur. Ej, pa shparë. Komplimente për ngjyrën. Oh, faleminderit. Po e ke bërë sot. Like a shiny woman. Faleminderit. Që që daje, majtas djathës. Jo, pse më? Mëse bëj shaka. Po bëj shaka. Nuk ka më distancë. Pse majtas djathës? Nuk ka distancë. Gjithashtu po shkojnë. Her majtas, her djathës. Si varet si frynera. Absolutisht. Ati e zjedh. Pse mos shkoj unë? Po nga frynera për kulet bari. Për shembull. Po, pra. Unë do të eci drejt gjithmonë, eh? Po ti vetë morë rrugën, unë prandaj thash, mos shko, ti thap do iki. Po kthehemu. Shkoj, kthem. Okej. Prap. Okej. Kthem prap. Dua që ti jesh mirë, ë? Po tjetër.
E Kupton? S'ka gjëja tjetër, edhe rinë trak e kam provuar me fëmijat, është shumë interesante, nuk e ke iden. Fëmija është më konservativ se prindi, sepse i do prindit që ti ketë të dy bashkë. Kurse prindi edhe mund të çalltisi që të gjej një zgjidhje më të stabilizuese për dëshirën e tij. Ne kemi bërë një gjë të mirë që kemi shtëpit afër. Është fat shumë i madh. 200 metra ka marrë. Domethënë, shtëpia ku Është ishim fat neve, shumë i madh. ishim në shtëpinë që jetonim edhe unika, sa kontentat e prindrit. Po dhe prindrit aty kam një kompleks. Edhe mora një shtëpi tjetër, që ata vinë për ditë. Domethënë na shikojnë për ditë, na takojnë për ditë, primen e për ditë. Fish jemi 2 shtëpi, 3 minuta në këmbë. Domethënë pallatet janë përballë. Fat shumë i madh. Edhe nga dritarja duket shtëpia tjetër. Prandaj mora shtëpinë aty, dhe im aty të dy, kemi gjetur një zgjidhje shumë të mirë. Vallai fat i madh Vetëm shumë. takojmë për ditë, punën e kam aty. Ore sikur dhe me i pasi hall, tak Po fat. aty, ata janë këtu. Puna është këtu, shtëpia është këtu. Prindërit e mi janë përballë. Shkëlqyeshëm. Edhe ai vogli është papare. Merr biçikletën, Sa vjeç është? 9 vjeç. Wow. Merr dhe një shok edhe ikën nga aty, nga komuna, ku është Selami që ke parë që ke qef, busti Selami që kemi çuar aty në komunë, se aty janë gjithë të përmes. E ke parë bustin aty? Gjithë nga janë the ti? Femus, po janë aty më shumë janë, nga jugu janë të gjithë. Jo, se kam parë busin e Selamusaj? Po, është Musa për të komunë. Gjera i bust. Edhe ai merr biçikletën edhe shkon te liçeni, bën xhiron, vjen prapë. Zemra vogël. Ai vetbesimi, kënaqësia, më merr mua, pret mua po marrë punë dhe më çon mua në ato vende që ka bërë në ato stigjet, më tregon mua. Që ka kaluar andej Po. këtej, ë? Sa i mirë. Po unë se di se si e zbuloj këtë pasionin, se kur ishte i vogël, ikja unë me biçikletë. Dhe më thoshte mua, ku do vesh? Do ikësh në mal me biçikletë? Se unë bëja këto fshatrat. Po. Dhe më shikonte. Po ishte 5 vjeç, 6 vjeç. Tani që u bëj madh, del ai dhe i pëlqen shumë biçikleta. Thashë, si kalohet ajo pasioni? Je me fat që i ke, edhe që i ke gjithë ke Shumë e sytë. fat, shumë e fat jam. Ke bërë zgjidhje shumë të mira. Po, të dy janë ashtu, edhe jemi, ta nuk ka limit që jo shko atje, Po jo. gruaja është shumë puna, po merret vetëm me fëmijë. Kush grua? Nuk kam grua. Më fal, do të thënë. Po se kam, se ti the mishja, ajo. Mama e fëmijëve i them. Po mama e fëmijëve, po gruaja që ke Jo, pasur. jo, ç'është më dani ti. Nuk. E mirë tash, se s'di ç'a të bëj. Mama e fëmijëve është në punë. Kështu konsiderohet ajo tash, mamaja e fëmijëve. Nga e dashura, u bë grua, u bë mamaja e fëmijëve dhe ngeli mamaja e fëmijëve. Shumë interesante është, ë? Ta shikosh evolucionin e një femre. Një gjigant. Po si ta quaj? Po mund ta kthesh mbrapsht rrotull. Të thuash gruaja dhe pastaj ta quash edhe e dashur. Do forcë gjithçka, po s'është e pamundur.